Mirëmbrëma të dashur miq të televizionit Shpresa. Sot në studio kemi të ftuar profesor Pllumpi Linçin. Profesor, përshëndetje. Përshëndetje. Profesor, sot zoti Rama mblodhi Këshillin e Ministrave në kryeministri. Prezente ishte edhe zonja Balluku. A mund të na thoni ju më shumë rreth kësaj mbledhje? Mirëmbrëma të dashur bashkëdhetar shqiptar, kudo që ndodheni, për herë të parë të më falni që u vonova, që ishe shumë i zënë me njerëz që po vinë nga jashtë, me njerëz që po përgatitemi të kalojmë në zyra të reja. Gazetarja më bën pyetje për Ramën që mblodhi gjithë ministrat. Siç kam thënë gjithmonë, ka 2-3 javë të dashur bashkëdhetar shqiptar, hajdutët e 35 vjetëve nuk gjenë vrim ku të futen. Edi Rama i mblodhi dashur shqiptar për arsye se të njëjtën kohë, po thuaj, Spaku ishte drejtuar Kuvendit të Shqipërisë. Ishte drejtuar me shumë dokumenta, sa nuk ka rrini të minin makinat bushin plot, por me anë e kompjuterës, dhe ishin 2 prokurorët, po ashtu dhe prokurori i ri që u zgjodh. Të dashur shqiptar, ju e shihni Rama, më falë se vajta kalova dhe kjo, Rama i mblodhin para se të hynin këta në kuvend. I mblodhin ministrat që shpejt, shkurtimisht po e them, Rama ka urdhër dhe u thatë gjithë ministrave që në janar unë ju shpërndaj ju dhe është gati për qeveri teknike. Është fjala, ne kemi bërë qeveri teknike dhe ne jemi gati për shkuar në zyrat e reja. Kjo ishte puna e Edi Ramës, sepse të gjithë ministria, të gjithë të kuvendit, të gjithë janë që kanë vjedhur, të gjithë janë të bashkë të një grupi, si që kam thënë gjithmonë si PD-ja dhe PS-ja janë të dyja bashkë dhe të dyja ne eliminuam edhe të dyja janë drejt burgjeve edhe ata më të vegjëlit të tyre. Profesor, sot u mblodh Këshilli i Mandateve për zonjën Balluku. Mbas shumë debatesh nga pjesëtarët e 2 partive nuk pati konkluzion. Madje as datën e mbledhjes së radhës nuk e dim. Profesor, a mendoni ju që kjo është një strategji e 2 partive për të fituar kohë? Të dashur shqiptar, po e sqaroj më mirë, unë jam në gjendje të çdo gjë që i di, jo sot, u kam thënë që përpara çfarë do ndodhet në Shqipëri. A i shihni këtë foto dashur shqiptar? Në krye, kryetari i kuvendit, një hajdut, një pashkoll, ka punuar në për rrugët e Evropës, erdhi dhe e bën kryetar bashkie në Korçë, ças ka vjedhur ky Pelish. Edhe ka emrin shumë të bukur, Pelish. A i shgoni në këtë krah dashur shqiptar, do me thënë në krahun e majt kur shëgon deputetët e PD-s të Sali Berish. A i shëgoni të dashur shqiptar këtë me mjekër, një njeri, ti thuash njeri është gjuna, ti thuash, një hajdut. Ky ishte deri dje që i thoshte Berishës babai i Senit, babai i hajdutëve. Kurse ata i ktheni përgjigje, ti ke kaq hyrje në këto vilat e mëdha që janë në Tiranë që të quaj Tërkulla. Është i dyti dashur shqiptar. Një familje rrugaçi nga Durrësi. Një hajdut. Një pashkoll, pavarësisht se ka diplomën e plepave. Ky është bashkuar për këto kohë që kur ka qenë Berisha kryeministër, ky ishte këshilltari i Berishës. Ky emruan deputet, asnjë vot edhe nga familja e tij s'besoj të marrë. Kalojmë, ne i treti nuk po kaloj në një zonjë re, është e edukuar, është me shkollë, është juriste, po kalojnë në ky gati i fundit. Ky është e personi dashur shqiptar që e zon në Tiranë me një armë, që nuk e nje juridiken fare. Fare. Sidomos ky i fundit, që nxjerr presh e domate në parlament,
është nga lushnjë, që hiqet si me biografi të mirë, po ky është një cop komunisti, është një, si themun, që i fshik në pucët Berishës. Dhe këthejmi në këta tjerës, po me qëse nuk duken mund të shohim një piktur tjetër. Pra, a i shini këta, ky është gati për arrestim. Ky është ai deputeti i Librazhit. Ky është ai personi që u bë fabrika e drogave në Elbasan e në Librazh. A i shini ministrin e juristëve, ministrin e drejtësisë. A i shini këtë tjetër, zotni, me këtë mjekër të bardhë. Ky person me Edi Ramën ndërrojnë gratë. Njeri ja merr ky të shoqër, pastaj e merr ai të dytën. Sidomos ky ministri, çfarë nuk ka vjedhur, çfarë nuk ka bërë bashkë me vëllain e vet. Pra, dashur shqiptar, të gjithë këto mund ta nxjerrësh pikturin që janë të gjithë edhe prokurorët. A e shihni, dashur shqiptar, mëreshт, 5 nga këta, 4 nga këta. Mëngon njeri. U mblos sot kryetari i ri i SPAK-ut, bashkë me 2 prokurorët e tjerë, po ashtu dhe avokati i Ballukës bashkë me të motrën e saj. Të dashur shqiptar, jam mbledhur hajdutët, jam mbledhur të njëjtit ta persona, bërtisnin dhe donin dokumentat. Donin dokumentat originale, që një vagon treni është mbushur me dokumenta me të vjedhur. Ku ta ze e ku ta le. Gjithë rrugët. Rruga Elbasan. Rruga që është bërë nga Durrësi në Vlorë. Tuneli i fundit i Vlorës. Tuneli i Bulqizës. Gjithë rrugët janë bërë, dashur shqiptar, janë bërë qëllimisht për të vrarë shqiptar. Dikush thot, ka e pa mundur, po është e mundur. Të gjithë rrugët, dashur shqiptar, vetëm u hedhën pak serë për sipër, gropat e dynjas, ahere, do goditen makina, do vriten njerëz. Ju e keni parë në Lezhë, në rrugën e Lezhë që shkon për Shkodër, çdo ditë nga një viktim. Bëjnë karambol njëri me tjetrin vriten. Pra, dashur shqiptar, u mblodh sot për kaq orë, ata të quajtur të PD-s, ata janë, si janë me të PD-s, ata janë disa rrugaqër, disa hajdut që u kanë vjedhur ju, i kanë marrë në për rrugët e Shqipërisë dhe i kanë emëruar deputet. Donin dokumentat originale. Ata kishin sjell kompjuter dhe thanë, neve po i themi dhe gjitha në kompjuter. Po çfarë thoshim para? Dosja ishte së bashku me Edi Ramën. I kishin firmosur dhe gjithë bashkë. I kishin ndarë tëra parat bashkë. Pra, dashur shqiptar, ndenjën kaq orë, por si qequa me një kemë përsëri ati keni të henën. Duan o s'duan të dy palët, se të dy palët nuk duan. Sepse kanë radhën vetë si që shtash. Si që kam thënë gjithmonë janë 140 deputet, të 140 deputet të dashur bashkëdhetar, do arrestojnë dhe do konfiskohen. Vetëm do kenë fat të lenë kominoshet që ne do të apresim edhe me gësherë që të hyjë era të freskohen nga demi që u kanë bërë juve. Pra, duan s'duan, Balluku shkon në burg, po jo vetëm Balluku. Edhe mbrëm janë arrestuar të tjerë dashur, që nuk thuhet më. U arrestuan në Kodre Diellit 30 e ca veta, u arrestuan në vilat e Njimane, prap sot që po flasëm do arrestohen, pra e kanë gati non gradat që janë me qindra dashur bashkëdhetar. Pra, jemi drejtim përfundimit,
Data 25 është e katolikëve dhe e krishterëve, Krishtlindjet. Pra, do e në pushim, për këtë qëllim Edi Rama, ne duhet kishim kaluar në zyrat e reja më përpara, por nga shumica që dohet të arrestohen, jam i bindur të njëjtën që tha Edi Rama kërkon mëshirë, kërkon lehtësi, i shpërndavi, do me thënë, bas vitit të ri, nuk ka me qevri, jemi drejt ne. Kjo është dashur bashkëdhetar shqiptar që po kërkoj ju, kërkoj intelektualët që janë e heshtje, kërkoj të rinj që kanë qenë ushtarak, kërkoj të rinj që janë intelektual, jurist, ekonomist, inxhinier, doktor, i kërkoj sa më parë të vinë dhe të regjistrohen dhe të zenë punën vendin e tyre që e meritojnë. Është një ligj këtu që do kemi, si kushtetuta amerikane, ligji është një për të gjithë. Je president, o je fukara, çoban, i themi nuk është fjalë e keqe, ligji është një ligj, si për gjithë. Është një ligj si në Amerikë të dashur shqiptar, edhe atje një senator, po të bëjdem, lidhet me zinxhira dhe shkon në burg dhe hidhet Chelsea. Po ashtu edhe presidenti është, e keni parë dhe vetë, presidenti i parë në Amerikë që ka vajtur 28 herë para gjykit dhe rritje si qequa me inkëm. Është ligji fort, është kushtetuta, që është bërë kjo kushtetut, kjo ka qenë dikur kanuni i Shqipërisë, që është sot ekziston e në disa shtete të Amerikës, Texas, Florida, është si kushtetut. Kjo kushtetut që do bëhet, ne e kemi përkthyer në Shqip. Pra, të dashur shqiptar, këto fytyra që shihni, kërkojnë ta zvarritin, jo nesër, jo pas nesër, po si që thash, nuk ka më kuven. Nuk ka strehim për ata dashur shqiptar. Strehimi tyre është në burg. Strehimi tyre është në Birbiruca. Strehimi tyre është të lidhur me zinxhir dhe të hapën rrugët e Shqipërisë kodrat, ata do t'i bin rrugë. Da që besoni, dashur shqiptar, ka ardhur koha, 97% do t'jenë shumë të pasur, do t'jenë në shtëpitë e tyre, do t'jenë në vendin e tyre të stërgjyshve të tyre që ka luftuar, që në kohën e Skënderbeut, që në luftën e dytë botërore, por lufta me hidhur që është bërë në Shqipëri, dashur shqiptar, 82 vjet. Që më 44, dhe dekët minutë që flasun, 46 vjet, punuar shqiptarë si slev, 97%. Punonin në prekurudha, thanin kënetat, arritën me regjimin kines të burgosit, nuk ishin me, po i mirnin dhe hapnin rrugët, fabrikat, çfarë s'kan bërë të burgosit në Shqipëri, dhe fëmijët e tyre s'kan parë një ditë të bardhë, i keni parë vetë gazeta shqiptare, Koha Jon, gazetat e këtyre servilëve, e spionëve, i nxjerrën në përfaqet e gazetës, ka kaq vite, çdo ditë, 5.000 veta thonë, do marrën kestin e 2 të 3, mashtrojnë. Kanë qenë të burgosur, kanë qenë të intranuar, po do të vi koha shumë shpejt që do marrën të gjithë vlerën që u takon. Ashtu si dhe pronarët, se këta i quajnë ish pronarët, do marrën dëmin që ka bërë komunisti për 46 vjet që ja ka përdorur, do marrin dëmin për 35 vjet që e ka shitur më 3-4 vende, do marrën dëmin e çdo gjë që është bërë në tokën e Shqipërisë nga këta 3% që janë në qeveri, të quajtur qeveri, po këta nuk janë qeveri, këta janë të shpërndarë dhe dashur bashkëdhetar, më çdo vend, në për gazetat, në për televizoret, vetëm këta janë, e kanë gjetur njerëzit
bëgjoja bejnë artista, bejnë komike, këta janë minjorantët që s'kanë punuar një ditë, po kanë qenë në përshkollat e sigurimit dhe sot marrin gjakun e shqiptarëve, erdhi fundi. Profesor, presidenti Trump ka firmosur aktin për Ballkanin Perëndimor. Priten non grada të tjera. Ka kjo lidhje me atë që ju keni paralajmëruar disa herë për politikanët tanë që Amerika do të paguaj? Të dashur shqiptarë, unë kam thënë me kohë, nuk i bëm presidenti i Amerikës non grada. Ua kam thënë edhe më përpara dhe përsëri. Amerika është një shtet, zhuma e që shkon, është një tokë e bekuar që vënë lloj njerëz nga gjithë bota, ata që janë të mirë, që e njohin punën, vlerën e punës, që e njohin vlerën e familjes, vlerën e shtëpisë, vlerën e pronës private, ata bin sukses. Në Amerikë ka kongresmen, ka senator, ka guvernor, do të thënë hyve i thoni këtu, major, ose kryetar bashkie. Por ka dhe organizata që mbajnë kombin e Amerikës. Po t'ishe në dorë të presidentëve, Amerika kishte humbur me kohë. Aty janë organizatat që janë të betuar deri në jetën e tyre të fundit, që e mbrojnë kombin amerikan, e mbrojnë demokracinë botërore dhe shëgojnë gjilperën më të vogël në globin toksor. Pra, ata persona i bin non grada për gjithë shtetet që i shohin të arsyeshme. Nuk janë non gradat vetëm për Tiranin, janë për Maqedonin, janë për Kosovën, janë për Malinezi, janë për në Greqi, janë për në Kombet e Bashkuara, më falni, për në Bruxelles, në hajdutë që i kanë vjedhë Shqipëria që quhet Bashkimi i Evropës, janë 27 shtete. Por, ne shqiptarë, na vete gjua dhe balla, në Shqipëri, tini të bindur, janë me qindra edhe me qindra non grada. Dhe ato përfundojnë vitin e ri, përfundojnë si shtash në përburgje, po para se të venë konfiskohet çdo gjë dhe u ipen shqiptarëve. Kjo është arsyeja që edhe në Kosovë, të dashur shqiptar, ka një vit që kanë bërë zgjedhjet, por nuk janë zgjedhur. Sepse ka një kusht, ka një rregull, Kosova e Shqipëria, ata janë vëllezërit tonë, shfisit tonë, janë njerëz tonë, ata kanë luftuar me shekuj e me shekuj kundra serbit, po pamarësisht se këto kohë që janë zgjedhur mbas shpëtimit të luftës që Amerika i ndihmoi në 99-ën, janë bërë partit, ato partit filluan dhe lëviznin, ato partit i vodhë kosovarët, bënin gjohes kur e donin Kosovën, por donin familjet e tyre, shtëpitë e tyre, kurse kosovarët i lanë me kokë me njanë. Për shembull, kanë lënë të gjithë, por që është me dukshme, më realitet të quajtur UÇK. Ata që luftuan për të shpëtuar familjet e tyre, për të shpëtuar tokën e stërgjyshve të tyre, për të shpëtuar fëmijët e tyre, shtëpitë e tyre, sot ata janë pa pension, sot ata janë në mes të 4 rrugëve, sot ata janë pa inshurancë shëndetësie, janë me pension më të ulët që ekziston, janë shumë familje që janë dëmtuar në kohën e luftës, janë akoma të coptuara nga armët, janë pa çati, mure të rënë dhe asnjë ndihmë, por ngrihen dhe bëjnë politikë kur e duan bashkimin e Shqipërisë, por ka vite që më në 99 dhe deri më sot mbajnë një flamur blu, mbajnë një flamur sërb, një flamur grek, ashtu siç e ka PD-ja, flamur blu me të bardhë, të njëjtin si flamur grek. Pra, unë u them, me këtë rast, janë zgjedhjet më datën 28, të dashur shqiptar,
shëgoni realitetin dhe nuk ka zgjedhje, po e them, po mos ngritën këtë flamur. Po e përsëritë njëherë Kurti dhe partitë të tjera që janë bashkuar, jo, ju nuk do t'ini me. Ju do t'ipi një sape për vjedhjet që keni bërë kosovarëve, pavarësisht se disa kanë familjen të pushkatuar të vrarë nga serbët, ata janë njerëz që e duan Kosovën, pavarësisht se bëjmë propagandë, ky kështu, ky ka vjedhur, po jo dashur shqiptar. Ai njeri që ka vjedhur nuk i mban dot, i jep. Por aman, ata njerëz kanë njerëz të vrarë. Ata njerëz janë patriot. Ai që thotë që unë e dua Shqipërinë kur të bëhem kryeminist si Kurti dhe do të bashkoj Shqipërinë, ai ka vënë një tra. Ai mban akoma flamur, a Kurti. Nuk do t'jesh sado politik të bësh. Thashë radhën e parë, arrite u dhe nga $50, po jo nga 50, po t'u japësh nga $500. Edhe dalësh para popullit të Kosovës dhe t'i thuash të kërkosh falje dhe t'u japësh uçekes sepse janë pa bukë, janë pa shtëpi. Fëmijët e tyre kanë ikur jashtë shtetit, sepse nuk kanë jetë të mirë. Pra, gazetare, nuk e di pse e keni nxjerr presidentin e Amerikës, as ka lidhje fare. Do me thënë, non grada, ka sa të duash dhe si që thash, janari, dikush thot, më mirë më pilin që këthen maj, këthen qershori, këthen korriku, shtatori, tetori, nëntori, jemi dhjetori. Amo të dashur shqiptar, fajnë e kini ju. Fajnë e kini ju që rini në për kafenet gjithë ditën. Po kini drejt rini për kafenet. Sepse e keni lyer gishtin. Njëherë me pëden, njëherë me pësen. Kini turp të dilni. Po unë s'kam nevoj për ju. Unë kam nevoj për djemë të rinjë që i kini jashtë shtetit. Për ju, rinë për kafenet. Aty do të ngeleni. Rinë për kafenet. Sepse ju e keni dëmtuar. Ju zjeni në për kafenet. Kjo parti, PD-ja është kështu, është me mirë, pëse? Jo, shqiptar. PD-ja e pëse janë anti-shqiptare. Janë motra të dyja. E pa dhe vetë, qëfar po bëjnë? E pa dhe vetë sot, PD-ja me pësen, që duhet toshte në minutën e parë, po, i hiqet titulli i zëvendës kryeministës. Ata s'kan imunitet, po ta shikon e fundit të kanë jo imunitet të kenë. Po të kene e kinën me vete, ata kanë përfunduar dashur shqiptar. U erdhi radha shqiptarve, u erdhi radha patriotve të dalën, u erdhi radha intelektualve që kanë 35 vjetë që nuk i përfillën, po përfillën vetëm ignorantët, spionët, shqipfolësit, i marrën nga rruga i bën deputet, i marrën nga rruga i bën ministra, si ato fytyrat e tyre që janë atje, 5 e 4 janë mijan, që lamatisin si kur ata duan të dinë dekume. Ata janë vetë hajdut, ata janë non grada vetë, ata janë vetë fletë të arrestimit janë bërqëkurit atyre në okës e dokës. Pra të dashur shqiptar, erdhi koha e juaj. Profesor, sot zoti Berisha kërkoi largimin e zotit Rama dhe zgjedhje të reja. Gjithashtu la të kuptojë se protesta 22 dhjetorit mund të jetë e dhunshme. Ai ka lënë hapur të gjitha opsionet. Mendoni ju se ka një rrezik të rrezirash? Të dashur shqiptar, gazetarja më thot, më datën 22 ditën e henë, duke se i bie, mos jam gabim, do bëj demonstrat. Do djegi Shqipërinë. Të dashur shqiptar, rini të qetë. S'ka as demonstrat. As njëri zvetë. Ata jo që janë bashkë. Po dhe minutën e fundit, PD-ja u bë copa. Berishës, o Berisha, po rriur të o Berisha. Po nuk bën do demonstrat më ti. Nuk është maja kohë që ne të kishim lënë të lirë. Nuk diqni do të asgjë. Këto që janë mbi tokën e shqiptarëve, janë të shqiptarëve.
Mbi vilat që ju jetonit, më zvini me dot të vilat. Nga kasole me kash që kishët, u bët me vila. Nga qyrat që u bini në përhund, u bët me yzbeqar. Nga gomar s'keni patur, u bët me makina me gjame të zeza. Nuk e njini që ishte vera, po vini pini verë nga $5 në Rom, Milano, Beograd, Athin. Por jo, i keni bërë sapet gabim. Ne vërtet u lam litarin të lëshuar, po nuk e kuptuat. Se litari, po thuaj ka 2 vjetë që vinte në përkem, e keni mu në grykët. Dojni të lumtur, nëse do të kini kominoshet me të prerë me gëshërë. Këte që i keni bërë shqiptarve. Ju e pat vetë dashur shqiptar. Në Skënderbeu që herë mbulojnë, herë zbulojnë. Blis që Edi Rama e bënde të rumbullak me karrike, me yll në mes, me yll e bolqevikve. Fliste, ikte vinte Berisha, me të njëjtët karrike, me të njëjtit njerëz, ikte ai vinte një lapa, me të njëjtit njerëz, ora bërtisni, ikte ai vinte ai tjetri që thonë, e kanë zgjedhur deputet, më falni, e kanë zgjedhur të popullit, avukate popull, që a i zdojt kur. Të gjithë këta dashur shqiptar kanë qenë të Soros e të Sorolopos. Pra të dashur shqiptar, rini të qetë, mos dilni fare, janari, jeni pa bukë vërtet, po të paktën, pini dhe një gotë ujë, pa marësisë edhe ujë nuk është i pastër, po pini një gotë ujë, si që kemi pirë, me vite në kone e komunizmit, që i vimim një shami për sipër dhe pimim ujë poshtë ishte zhaba. Po pimi edhe këto ditë. Pa viti ri do të zeri me qeveri të re. Ne e kemi bërë qeverin, ashtu thot edhe Berisha, do bërë qeveria teknike e shtona. Eshte juaja, këtë qoj qeveria tyre, po do bërë në burë. Atje, kur t'i shini në taratës lartë në kone e pushimit, kur të rrijet Iliri me Berishën, Saliu me Edi Ramën, këta të quajtur deputet, këta mizat e kalit, t'i shini të beni pak galat. Tu qeshi njëherë buza se su ka qeshu. Tu qeshi me këta se qarë keni patur 35 vjetë. Pra dashur shqiptar, shkurtimisht, drejt dhe troq. Viti u ze me qeveri të re, u ze me intelektual, me fëmijë tuaj, u ze me vila, me palate, me apartamente, që të martohen shqiptarët, sepse nuk duan armi ton shekullor, të martohet një vajzë me ndjal, po këta e doni ndryshe, po jo në tokën e Shqipëris, ne jemi në kontrol, ne shëgojmë një gjilper ku bie në kodër, ua kam thënë, kurse këta, a që budalejnë kanë qenë, kur i vjetë tjetrit parat të zirën sytë, flisin në telefone, hëlloj, do habite një qa plasën dhe për telefone, si i danin parat me metrokub, si i kanë shpërën në për tunele, si vinin u bërin telefon një i tjetrit, avionet private, vinin në aeroportin e Tiranës, që shkonin për drek e për darë. I hapnin vilat që nga Tirana, një Fatmir me dy, një qurash, një rrugkaç, i hapte që këtu të nxetat e ftohtat prek këtu deri Milano. Pra, të shohin një herë, të shohin burgur me zinxhira. Pra, dashur shqiptarë, këta përfunduan, ne jemi gati u bim thjerë e eni sa më parë. Profesor, a keni diçka për të thënë shikuesve tanë për ngjarjet që po ndodhin sot në vend? Unë s'kam asgjë për thënë, shqiptarët po i shohin këto ditë, përfundojnë arrestimet, vitin e ri, ta gëzoni, si që thash, e di që s'keni të hani një mol o një diçka, se janë të helmuara, mos i hani, pini një gotë ujë, do gëdhjeni, do shini fëmijë tuaj, do vinë nga Evropa, do shini në qeverinë e re,
për 3 muaj më pas me president, me kushetut amerikane. Amerikën e kini brenda, ky flamur do valvoj me çdo vend në tokën e Shqipërisë, e kam fjalën tokën e Shqiponjave. Pra të dashur shqiptar, ne do bëjmë diçka, bas vitit të ri që ju do habitemi, do mbushet jo Tirana bulevardet, po do mbushen me njerëz, një ditë gëzimi, një ditë lumturie, një ditë që të bashkoheni me fëmijët tuaj, të bashkoheni motra e vëllaj, që jeni të shkëputur, bashkoheni shqiptar për inat të Serbit, për inat të Grekut, për inat të Francës. Bashkoheni dashur shqiptar, keni nënën Amerikë. Amerika është me ju. Amerika është me ju dashur shqiptar. Ne jemi shqiptar, ne jemi amerikanë. Do bëjmë Shqipërinë me kufi natyror. Natë dhe mirë dashur shqiptar, e njëherë të më fali që vonova, do shihemi ditën e hënë. Profesor, të Natë dhe falenderoj. mirë. Profesor, të falenderoj. Të dashur miq, shihemi në transmetimin e radhës. Faleminderit.